Vëllezër motra të nderuara, Gjumaja si gjuma e ka beku i madhi Zot. Prandaj me drejt profeti alayhi salatu wassalam e ka quajtur gjuman dita më e mirë e javës. Ngaherë ndodh me musliman dhe muslimanet që duke qenë se bëhet e përjapshme, nuk duhet t'ja humbim asaj asnjëherë vlerat, mirësinë dhe domethëniet që ajo i ka. Kush e ka obligim me ardh në xhuma? Në xhuma e para e ka obligim çdo mashkull, i cili i thot vetes musliman. Ka kaluar moshën madhore, pra ka hyrë në moshën e pjekurisë, edhe nuk ka justifikim, pra nuk është musafir, edhe nuk është i smur, pra ka mundësi që të vi. Në kohën tonë, apo në vendin tonë dhe në disa vende tjera të botës, korespondon shpesh puna me xhuman. Kjo është isprov tjetër që nuk ka qenë në atë kohë, kur fukahat dhe juristët e islamit kanë përcaktuar kushtet që duhet vishin. Pra nëse të kap një nga kushtet, ti nuk vjen se je i smur apo je musafire me radhë. Sot është një problematik tjetër që është shtuar, që korespondon puna me xhuman. Inshallah Zoti i Madh ja lehtëson atyre që s'kan mundësi, por që neve në mënyrë jo të ngadalt, po të shpejt, duhet të kërkojmë me ngulm që të ketë një ligj, apo që të implementohet një ligj që një orë për xhuma të gjithë ato që janë punë, qoftë shtetërore dhe privat, kanë drejtën e tyre që një orë të jenë pushim dhe ta plotësojnë atë mbrapa. Kjo do ishte i zgjidhje, po inshallah me lejen e Zotit Madh duhet ndjek me shpejtësi, jo me ngadal, se xhumaja është aq e vlefshme sa po të hiku i xhumat, hikën 2, hikën 3, rrezikon pastaj me fen tënde. Nuk është i gjë si namazet e tjera javore që ti nëse ke mundësi vjen në xhami, nëse s'ke mundësi e fal në shtëpi. Xhumaja ka i specifik, prandaj xhumaja është quajtur festa javore e muslimanëve. Se i ka urdhëruar i Madhi Zot me umbledh. Idha nudje li salati mi yawmil jum'atu fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Kur thirret ezani për namazin e xhumas, lejet çdo punë, ka thënë çdo tregti. Dhe nuk shkohet thot për xhuma, po nxitohet për të shkuar për xhuma. Zoti edhe fjalët që i ka zgjedhë, fas'au ila dhikrillah, nuk do të thot me shku me ec për xhuma. Ka thonë me nxitu, pra shpirtërisht, mendërisht, me i dhënë vlerën, kur thot për shembull për dynjan, për riskun, famshu fi manaqibiha, ecni në gjitha anët e tokës, kërkoni risk. Kur ka thonë për xhuma, ka thonë fas'au ila dhikrillah, shpejtoni, nxitoni për të përmend Madhin Zot sa aty është shpëtimi. Ja ju alladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihu bukratan wa asila. O ju që keni besuar, përmendeni të Madhin Zot shpesh dhe gjithmonë mëngjes dhe mbrëmje. Pra xhumaja është festa javore. Xhumaja i ka të mirat e jashtëzakonshme në këtë botë. Xhumaja nuk mbyllet me vdekjen, vazhdon. Xhumaja do jetë dhe në xhenet. Nga mirësitë, dietarët e Islamit kanë përmbledh 60 mirësi të xhumas, që ne si themi dot sot. Po ka përmend 60 i kanë përmend dietarët mirësi të ditës xhuma në të gjitha dimensionet e veta. Për nga vlera. Një nga ato ka thënë profeti alayhis salam, ka thënë ditën e xhuma. Ka i çast në xhuma nga mëngjesi derisa të perëndoj dielli, që Zoti nuk e kthe mbrapsh, qofse të qillon ai çast, dhe ti po lutesh, nuk kthehet lutja mbrapsh. Vetëm xhuma, nuk është në ditët e tjera. Ditët e tjera janë lutje si gjithmonë. Ka thënë xhuma, me të bekuj Madhi Zot, në atë çast që është ky çast që të kap në xhuma, ti tu lutja mbaroi 100% e pranuar. Tu dietarët kanë folë dhe kanë thënë kur është. Disa kanë thënë është kur imami është duke folë derisa mbaron namazi. Të duan që bëjmë në fund, nuk e bëjmë pa qëllim. E bëjmë që inshallah i Madhi Zot tjetë ajo koha që lutjet nuk kthehen mbrapsh. Dhe e dyta, kanë thënë nga namazi mendohet që është koha nga mbas namazit ikindis derisa perëndon dielli në akşam. Por transmetimi i saktë nga profeti alayhis salam është më i saktë dhe i padiskutueshëm që është një kohë që po të kapi i Madhi Zot në atë kohë duke ju lutur dhe është ai çast, duaja shkoj. Prandaj dita e xhuma nuk nënvlerësohet. Dita e xhuma ka peshë të madhe. Dita e xhuma ka vlerë të madhe. Kanë thonë
lumë për muslimanët që në qoftë se kanë njaf për ta dhënë një sadaka, të mençurit dhe dietarët prej tyre japin xhuman, se ka më shumë shpërblim ke i madhi Zot. Kanë thonë, siç është xhumaja, siç është Ramazani, muaji Ramazanit, në krahasim me muajt e tjerë, është krahasimi i ditës xhuma me ditët e tjera. Për nga pesha, për nga vlera. Prandaj tregohen dietarët e mëdhej çfarë gjeshin shpina i diçka ditë xhumaje, fsheta s'pa e kuptu kush, u mundojshin derisa ju zbarte pastaj dhe gjeshin ku t'japin ai ushqim në një sadaka në i të mirë ditë xhuma se e kanë ditë që është shumë fishat të i madh i Zot pafund. Xhumaja zon në vlerësuar në çfarë? Nuk do në vlerësuar vëllezër dhe motra të nderuara në pastërti. Nuk do të në vlerësuar në erat e mira. Ka thënë profeti alayhis salam në një rast kush lahet ditën e xhuma. Maksimumi i xumas është që të bësh larje të plot. S'ke mundësi për arsye të ndryshme, duhet marrësh abdes. Kto janë dy skambë jashtë kësaj. Pastaj thot sipas mundësisë, atëherë njerëzit kanë pas pak mundësi. Ka thënë sipas mundësisë lyhet me erat e mira që mund i ketë, nëse i ka. Dhe ka thënë niset me seriozitet dhe niset me njet dhe niset në kohë, se vëllezër motrat nderuara, nuk është i soj ai që vjen para në xhuma, ma atë që vjen dhe llogarit, kur fillon xhumaja kaq, sa minuta mund të shkoj kaq, të kap namazin, edhe kur vjen pak para rrihet tek dera derisa filloi namazi me vrap. Ndodh shpesh kjo. Ose këtu unë zdigje këto që qof brenda jo inshallah, po jashtë dhe mund ndodhi, nuk e di, po ankohen në përbot nga kjo. Shkojmë xhuma sepse bëjmë muhabet tani. Kemi kohë. Tani me thonë drejtën, kjo është defekti atij që flet. Se kur s'flet gjë edhe tjetri s'ka kohë me të dëgjuar, më fillon muhabetin. Po themi, sido që të flasë ai që flet hutben, ti ke amanetin tënd. Celulari nuk hapet në xhuma. Po si s'hapet se mbje kryeministri me të ra mbreti botës. Kushdo me qenë. Se ke shku ke i madhi Zot, ka thonë, kush është ai që shkon të pastrohet, lyhet me erat mira. Dhe nuk i bezdis dhe i mërzit tjere dhe nuk i ndan ato në mes duke i hyrë, në mes tyre duke i shqetësu, pra i fal Zoti nga xhumaja në xhuma. El xhumatu ila el xhumatu mukaffiratun lima bainahun, nga xhumaja deri në xhuma falen gjithë gjinafet. Në një rast ka thonë, i shton Zoti kur i përsos gjitha këto dhe 3 ditë falje plus. Se nga njëherë harrojmë që kemi hapur të madhi Zot, as i ra 1 me peshë celularit. Gjithë me peshë botës më umbledh mos hap. Me të shqetësu kur shtetë mos i fol. Për nga serioziteti, se hum shpërblimin, ka thonë miras del pa xhuma. Kanë thonë dietarët, jo se dole pa xhuma fare, dole pa shpërblimin e madh xhumas. Dhe pastërtia, pse thot lahet, qofse s'ka mundësi merr abdes, je në punë për shembull. Mos u çudit, do t'i marrësh i palë çorape me vete. S'ka asgjë gjë. Kur i vesh mëngjes ato për punë, i ke i palë tjera për xhuma. Pra më qofë se s'ke mundësi që ti të kesh vënë një deodorant të mirë, për shumë arsye, të paktën mos i shqetësosh njerëzit që i kemë në xhuma me një aromë jo të këndshme. Se po i shqetësove, i ke nga shpërblimi. Vend me arë me morë bekimin e të madhit Zot në xhuma, merr hidhrimin e tij. Se Zoti i don besimtarët që t'i japin kënaqësi dhe lumturi njëri tjetrit dhe në veçanti në xhuma. Prandaj kjo pikë është me merak. Kush pastrohet, kush hedh thot aromën e mirë, kush vjen herët në xhuma, ja fali madhi Zot gjinafet, përveç ka thënë, duhet i largohet gjinafeve të mëdha. Ja, pra falen gjinafet e vogla. Gjinafet e mëdha kanë nevojë për tobe, për kthim ke i madhi Zot dhe dua shumë që me ju largu. Kurse të voglat, elhamdulillah, është mundu shejtani mallkum gjithë javës me të humb ty, të nderoni madhi Zot vetëm i xhuma. Tjerat pastaj namazet që i ke, mirësitë që i ke, ti shton grada i plot fuqishëm i ty. Me lejen e të madhit Zot. Dhe mirësitë e xumas nuk mbarojnë nga të gjitha dimensionet. Sa ka thënë profeti, dita më e mirë që lind dielli, elhamdulillah. Mos harroni vëllezër motra të nderuara me shtun xumas salavatet për Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Çfarë janë salavatet? Me thon Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammed. O Zot, më shiroje profetin Muhammed. Salavat kjo do thot. Ka thonë men salla alayhi salatan sallallahu alayhi bi ashr.
Tha kush bën një salavat, pra thot o Zot mëshiroj Muhamedit alayhis salam, thot profeti Zoti i gjithësisë e mëshiron 10 herë atë person që po e thot këtë. Dhe në veçanti ka thënë profeti alayhis salam, në veçanti salavatet e xumas më paraqiten mua, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammed. Ditën e xuma ja çojnë engjël me porosi të veçantë salavatet e ummetit vet. Kjo është e garantuar, e mbaruar. Xumaja ka shumë begatine, këto do të ndalohemi për këtë botë. Ai që begat vlla dhe motër e nderuar është xumaja, sa ndodh për shembull gjithë jemi udhëtar nga kjo botë. Ndodh që me vdek natën e xuma ose ditën e xuma, çfarë ndodh? Çfarë ndodh me njeriu kur e jep shpirtin do vazhdoj jetën e berzahut, jetën e varrit që quhet. Shpirtërisht, ditën e gjykimit ringjallet përsëri me trup, siç ka thënë dhe majt e gishtrive do t'i kesh siç i ke pas këtë dynja që 7 miliard si ka asnjëri i soj. Por, nga çasti që vdes derisa të bëhet dita e gjykimit është jeta shpirtërore apo e berzahut apo e varrit që quhet. Ai që nderuar është dita xuma, sa ka thënë profeti alayhis salam, kush vdes natën ose ditën e xuma, waqahu Allahu min fitnatil qabr, tha e ka shpëtu i madhi Zot nga belat e dënimit të varrit. Kjo do thotë që sa më shpejt ha kur po vdesim, xuma. Kjo do thotë kur të vi, inshallah i madhi Zot na e sjell me iman e me besim, se duhet kuptojmë mirë kur flasim. Sot o xuma thon duket e paska imami që me vdek sot, nuk është kjo. Kur ta ketë shkruajt i plot fuqish me Allah, nuk do thotë gjë vetëm xumaja, se mund të ketë një zullumçar të madh që vdes për xuma, s'ka pikë vlere. Kur e ke ndërtu jetën je mundun rrugën e të madhit Zot i qofshin fal, atëherë Allahu xhelle shanu se duhet në gjitha dimensionet me të ndihmuar i madhi Zot. Tregojmë për Ebu Hanifen rahimahullah që dilte mëngjes së xumas dhe ku të gjeten ai të varfër ose ku të gjeten ai person t'ia jepte sadakan dhe të bote i vepër të mirë duke bërë salavat në xuma. Ebu Hanifja i madh i ummetit islam, dietari i madh, dhe ne duhet marrim nga dietarët. Sa i tha i ditë nëna vet, dietari më i madh i kohës, shikoje në lidhje me Ebu Hanifen kam qejf ta them këtë. I tha i ditë nëna vet, tha, më thuj si është kjo çështje fetare? I tha ky kështu, ti s'dini, tha. Nëna, po të tha nëna s'din, ti duhet më i thon po nuk di. Mbaroj, apo baba. Mos u ishi dishëm para babës e nënës. Ebu Hanifja gjithë bota i thoshte si është kjo çështje fetare, i thoshte ashtu thotë po. I tha nënës vet, kështu është nën. Tha s'din ti. Tha nuk di. Tha do shkoj të pyes filanin. Ai që do të më pyet nëna vet ishte një tip kështu i devotshëm, po s'ja kishte iden nga dituria e madhe e Ebu Hanifes. Mund të llogaritet nxënësi i nxënësave të nxënësave të Ebu Hanifes. Tha o nën, do më pyet atë po, mirë e ke. Kur do të më shku, tha mbas ditë mirë. Ai më jep përgjigje, jo ti. Edhe i shkoi Ebu Hanifja e takoi. Tha do më har nëna me të pyet. Tha hasha lillah. Nëna jote më pyet mua, un klasmar ti lart, tha kështu është. Kur do nëna më bëj gjë, kam mbaru, nuk do të më aprish Terezin. I thot ky tani Ebu Hanifes, çfarë ti them? Tha ti thush atë që i kam thonë se kështu është. Dhe shkon nëna mbas dite, Ebu Hanifes si pa fajshëm me atë, përdore. Dhe e takojnë. I thot ajo, ky djali im s'din. Ai u dridh. Dhe Ebu Hanifja dha s'di. Subhanallahu el-azim, respekti i madh për prindrit. Tha ty të pyes se këty kam besim se ti je i devotshëm. Tha çfarë pyetje është edhe ai, ishte në rol dhe ai. Tha çfarë pyetje ke? Tha kam këtë pyetje, më thuj ti i çik. Dhe ai i tha siç i tha Ebu Hanifja. Tani tha u binda, po më duket se di kanë i çik çuni. Kështu kanë qenë kollozët e mëdhej të diturisë islame, të mirësisë islame. Hyj herë në xhami Ebu Hanifja rahimahullah. Kam qejf të them këto për kulturë. Tha hyrim në xhami dhe 2 dietar ishin aty. Kur hyri tha njëri, ky është dietari më i madh i këtij vendi. Kurse ai tjetri, që me qenë ne me thon ai, po pse ne kush jemi? Jo. Tha si the, tha hyri njeriu më i dishëm i vendit ton. Tha jo, ka hyrë njeriu më i dishëm i gjithë botës në xhami. Ngreje tjetrin, o vlla, o motër e nderuar, ngreje tjetrin. Thuaj fjalë të mira se të ngren Zoti ty. Dhe i thot po prap ky i pari, tha ashtu është. Tha si shpjegohet që Ebu Hanifen ka njerëz që flasin keq, po për Zotin s'kam parë herë me fol keq ai për dikon tjetër. I thot ky prap i dyti, tha pse ai është
pa dishëm e kujton ti Ebu Hanifën që se vapet që i bën për Zotin ti hikin me fjalët me shajt dhe me përgoju tjerët. Kështu që vëlla dhe motër të begatoft i madhi Zot duhet patjetër që minimumin ditën e xuma, me pas një sjellje, me pas i moral, me pas i kultur, me qeni drejtum sakt, me bo salavate, me dhon sadaka, sa të kemi mundësi, me lejen e të madhit Zot, me ju lut Zotin me na fal gjinafet e javës, është gjë shumë e madhe. Gjatë gjithë javës shejtani mallku me keqja e nefsit të cyt, qofse ke ra me një gjinaf, jo me thonë që do bëj gjinafe se më falen xuma, jo se s'të falen ashtu. Por më qofse ke ra me gjinaf duke u përpjek mos me e bërë atë, dije se do të fali i madhi Zot. Ka që begatshme është.